Më herët, shumë pak është folë për vlerën e namazit. Thjesht, njeriu për punë e kalon namazin. Për punë. Edhe e ka arsyetu vetën e vetë. Vëlla punë e komune. Si më punoj, atëherë dhe më thonë une nuk mundi të bëhem i dare. Edhe e kalon namazin. Si është kjo çështje me Islamin? Normal se në Islam adhurimi ka përparësi. Njohja e Allahut xhaleshanuhu ka përparësi ndaj të gjithave. Përkulja ndaj Allahut xhaleshanuhu ka përparësi ndaj të gjithave. Se të gjitha tjerat janë në shërbim të ibadetit, në shërbim të njohjes se Allahu xhaleshanuhu duhet të jenë.